që të kemi mundësi ta diskutojmë, komentojmë, interpretojmë në studio, ndërkohë që të lëtë lirë sepse ke shumë orë që je në pritje, je lodhur, por dua pak nga atmosfera teksa ju gazetarët keni pritur mbi 10 orë aty. Çfarë informacionesh keni marrë me gjyqtarët të cilët kanë qenë pa telefon, le të themi nëse mund ta quajmë kështu të ngujuar, a dolën të lodhur, si ishte për të marrë pak informacione të tilla për ta ndryshuar? Dhe pse s'dalin emrat, thot zoti Lugonja. Dalin në vendim. Në dhomën e këshillimit ka nisur në orën 11. Nga i moment, gjyqtarët kushtetues kanë dalë nga dhoma e këshillimit vetëm për pak minuta për të konsumuar vaktin e drekës dhe për herë të parë në historinë e gjykatës kushtetuese nuk ka patur asnjë rrjedhje të informacionit, sepse me një vendim paraprak të gjithë anëtarët e gjykatës kushtetuese kanë lënë në një nga sallat e gjykatës të gjithë celularët e tyre, çka do thotë ka qenë thuajse e pamundur nga të gjitha palët që të ketë një komunikim me antarët e gjykatës kushtetuese, të cilët ishin duke bërë shqyrtimin e kësaj çështje me interes të lartë publik. Të vetmi nga antarët që ne kemi arritur si gazetar për gjatë orëve që ne kemi pritur gati 11 orë tashmë përpara gjykatës kushtetuese, ka qenë vetëm kryetaria e gjykatës zonja Fiona Papajorgji, e cila e ka lexuar këtë vendim që unë disponoj përpara grupit të gazetarëve në një nga sallat e gjykatës, aty ku zhvillohen seancat plenare, kjo për hir sipas saj të transparencës në raport me median dhe për të dëshmuar sipas zonjës Papajorgji një standard të ri të transparencës që pritet të vendosë gjykata kushtetuese, me sa duket nisur edhe nga kritika që ka marrë në lidhje me këtë çështje. Ndërkohë sa i përket vendimit të arsyetuar, normalisht ai do të lërë më qartë të kuptohet lidhur me debatin që është zhvilluar gjatë këtyre 10-11 orëve, sepse për momentin asnjë nga anëtarët e gjykatës kushtetuese nuk ka dalë nga ambientet e gjykatës, janë ende brenda ambienteve në zyrat e tyre tashmë. Vendimi është bërë publik, priten reagime nga të gjitha palët politike, sepse sigurisht ky është ndër vendime që është pritur me mjaft interes, sepse në një farë mënyre është një vendim që vendos kornizat për mënyrën se si do të sillen institucionet. Fakti që kërkesa është rrëzuar, kjo jep të drejtën çdo prokurori në Republikën e Shqipërisë dhe në rastin konkret prokurorisë posaçme, sepse ajo është e ngarkuar nga ligji ose ka kompetencat për të hetuar anëtarët kabinetit qeveritar, të cilët nëse gjejnë prova dhe fakte për implikimin e një ministri, mund ta pezullojnë atë nga ushtrimi, pra të kërkojnë pezullimin nga ushtrimi i funksioneve dhe gjykata nuk ka më asnjë pengesë. Vetëm nuk mund të pezullojë nga fakti pra të qenë deputet, për sa kohë kushtetuta ndalon që të pezullohen nga ushtrimi i funksioneve të zgjedhurit vendor apo ata që zgjidhen parlament pra deputetët e kuvendit. Kështu që në këtë aspekt arsyetimi i këtij vendimi do të pritet me mjaft interes nga juristët dhe më pas mbetet për të parë qëndrimi që do të mbajë zoti Rama, por po ashtu mbetet për të parë edhe qëndrimi që do të mbajë prokuroria e posaçme në raport me mbledhjen e këshillit të mandateve dhe imuniteteve. Sepse ka vetëm një detaj dhe ndoshta do më duhet ta mbyll këtë moment. Po, të lutem. Nuk mund të ketë 3 masa sigurie për një subjekt. Pra zonja Balluku, aktualisht që ne flasim me këtë vendim të gjykatës kushtetuese, ka 2 masa sigurie. Pra është pezullimi nga ushtrimi i funksioneve, çka do thotë sipas ligjit ajo që nga ky moment nuk mund ta ushtrojë më funksionin e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, dhe ka dhe masën tjetër shtrënguese ato të ndalimit për të dalë jashtë vendit. Kurse si nuk mund të ketë, pra të lejohet caktimi një mase të tretë, sikurse kërkon SPAK për mas për kërkesë për ta arrestuar atë, do duhet që SPAK më herët të heqë dorë nga njëra prej masave të sigurisë dhe më pas të vijojë me kërkesën për lejen për ta arrestuar zonjën Balluku. Kush e ka këtë argument, më fal, Klodi, më dëgjon? Zoti Beqi, një